Deri vonë, deri në vitin 1980, unë kam pas një fotografi të babës tëm. Por aja fotografi humi. Kur njeriu hum një diçka, hum edhe shpirti. Nuk kam asnjë lloj drejt me gjykunon. Se fajt janë të asajet. Çdo gjë që ka hum janë fajt asaja. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia dhe për të parë më shumë video, mund të klikoni pikërisht këtu te logoja ime. Dhe ditën e sotme me këtë live ne do shkojmë në Selanik të Greqisë, do të lidhemi me një shqiptar sigurisht, me Jak Gegën, një 61 vjeçar nga Lezhë, i cili sot ka një kërkesë paksa të veçantë nga historitë e tjera që unë bëj çdo ditë këtu në live me Odetën. Por çfarë kërkon ky 61 vjeçar, i cili ka mbi 28 vite që është larguar nga Shqipëria? Unë do hap dritaren dhe do ftoj zotin Jak. Zoti Jak, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Selaniku. Jeton në fshat Selanikut. Jetoni në Selanik? Po jetoj në një fshat Selanikut Kallastra quhet, prej 28 vitesh qysh në 98-ën. Je larguar herët nga Shqipëria që 1998-ën. Po në 98-ën nuk isha arsye tjetër me nej, dërsa erdhë koha mytën borxhe u detyrova marr. Për 2 vjet kam marrë, dhe me ta 28 vjet. Por besoj sot i keni larë borxhet dhe bëni një jetesë të mirë aty. Unë më thonë drejten, me që kam familjen shnoshe mirë edhe jena vetë shnoshe mirë, gjë ka shku si mas shpirtit. Dhe që dukur kina dashtë. Dhe të uroj gjithë të mirë ato zot. Edhe unë për ty, edhe për çdo fjalë, edhe për çdo emision që ti zhvillon, unë jam përpara ekranit të shoh për herë me lot në sy. Të falenderoj. Me lot në sy. Zoti Jak, më ke dërguar një mesazh dhe keni një problem. Mund të ma tregoni çfarë problemi keni dhe kërkoni ta denonconi sot këtu në live me Odetën? Po, unë përdesa njeriu i vjen një kufi vetes një jetë për të jetuar edhe për të arritur ata që don. Nga një herë njerëzit e mirë e lën një letën e fundit, e lën për fundit, për me ruj. E unë ka po të gjitha ata mundësitë e mia i kam shkëni në për njerëz, në për shokë, në për miqë, në për dashamirë, s'kam më rrit me realizuar ata që kam dashur, por kam lënë letën e fundit në dorë vetëm ty, tash jam drejtu vetëm ty, si motër, nuk e di si më thonë si robi familjes teme, jam drejtu ty, në qoftë është mundësishme nga koha, kanë shku shumë vite, kur unë kam kënë një vjetit, edhe humja e fotografisë ati, edhe varit ati, më kanë bën shumë njeri, më kanë ullë shumë, jam i lodhur shumë, jam e mërzitur shumë për atë punë. Bëjt fjalë të lutem. Unë kam lutem. blerë plenisht në Lezhës faktikisht. Zoti Jak, Kam blerë në plenisht. Po. më falë që ndërpres. Pra, bëjt fjalë për varrin e babait. Bëjt fjalë, unë du një fotografi për punë të varrit babait, janë bën lashelinja atje, janë bën kështu. Si rrjet janë bën varrezat edhe ka humbur komplet, nuk dihet çfarë më bëj se kusha ku është. Asë vlezit e mija, asë motet e mija atje. Qëllimi e kam për një fotografi në qësa është e mundshme. Unë, deri në vitin 1980, unë kam pas një fotografi të babës tëm, e kam pas në shtëpi. Por, aja fotografi humi. Ka qenë 2 persona në atë fotografi, të veshur me tesha angleze, edhe anësh kanë pas kapelet në për 2 komedina, anësh. Atëherë kanë pas në ushtri kapele anglezësh. Po. Për arsynë e babës tash ka pas një shok me veti nga Shkodër, një farë zëf prenget. Një zëf prenga. Nuk dim gjama atë për asnjë lloj rezultati tjetër. Po, dhe kur ka vdekur? Ai ka vdekur në shkurtin 66, 1966. Sa vjeç të kalon ty? Mund ka lënë 1 vjetit. Ju nuk e njihni babain. Jo, ai ka lënë 2 vajza të gruas parë. Kur i ka dhënë gruaja parë ka marrë nanën time, ai ka qenë 47 vjeç. Ka marrë nanën time 16 vjeçe. Edhe kena linë na 4 fëmijë që jena sot, edhe 2 tjerë që kanë vdekur më parë 6.
Isha 8 fëmijë, si thosh. E qartë, por jeni 4 ju nga martesa e dytë dhe 3 motrat nga martesa e parë. 2 motra nga martesa e parë. Po, njëna motër nga vdek. Kalon një vajzë. Kurse tjetër ekziston sot, është në moshën 92 vjeçë, 93 vjeçë motra e madhe. E qartë. Përderisa babai ka lindur në 1908-ën, fëmia i parë këtë moshë duhet ketë, logjikisht. 10. Por nana e nënës time, nana Daja që e quajmë na, nga zona Zadrim, se mu ka Zadrima faktikisht. Po. Nana Daja, duke pa vështirësitë asaj kohe që ishte e pamundshme për mi u ngop barkun me bukë fëmijëve, u detyrua edhe nanën teme, edhe një familje mbledisht të baba jem, një familje e pasur, si thosh, pasonik, shtëpia ime. Me toka, me bakije, me shtëpia. Mirë po, kur t'jesh 46 vetë, mi familje, dikush ka për njëtë bëhamër, nuk janë gjithë. E qartë, në atë kohë jetonin familje të mëdhaja, e kuftoj. Pa tjetër, po. Mirë po, ai kanuni, ai ligji i keq i asaj kohe, i ka mojt njerëzit e nërillu, duke mojt seriozitet, gjoja, hamasa turp, me mlit njerëz kallapek me qu fëmine me varros. Ata atëherë fëmin i kanë morë, i kanë qu, i kanë hit varros për rrugë. Ka i kënë punë, i kanë ba varros në varreza, po pa thirë njeri. A më kuptën ku du me dajë, qëfar trunit kanë pasë. Mirë po, edhe vlajem të shi që e kam 71 vjeç që jetojnë sot në Gjaderaj, bisedova me te për punën tonë, edhe më tha qapa duhet ty mu haba si punësta, i koja punëtës, nuk mund gjemë fotografie, nuk mund gjemë asi gjanë. Ty më zhenja si gjanë, me ty s'kam punë, unë njoftova, si vla, unë të mira mrapa. Në qose e gjenë mirë, nuk e gjeti, shnash me kenë, që këna me bon. Kanë hunë mjerëzit edhe nuk e në armon këtë jetë. Jo ma një fotografi, nuk kam që me bon. Në qose e gjenë, kush ajo e gjenë, i thash, ka që di me thonë. Po nuk e gjeti, shnash. E qartë, e kuptoj. Zoti Jak, flasim për një histori shumë të vjetër. Shumë e vjetër. Pra, babai juaj ka vdekur rreth viteve 1960. 66 konkretisht. 1966. Dhe të mendosh që në ato vite fotografit ishin shumë të rralla. Në ato vite njerëzit ishin me fat nëse do kishin një foto në jetën e tyre. Po. Nuk është si sot që sot në çdo moment të ditës, në çdo moment i jetës tonë ne fotografojmë dhe e ruajmë si kujtim. E vërtet. Unë e kuptoj, ti babain tënd nuk e ke parë asnjëherë në foto apo në ato foto që keni patur në shtëpi? U shtuk, kush e mori nuk e di. E mori e bia dytë, që i vdiq. E ka e bia e parë, e thot nuk e kam. Mota ime thot nuk e kam. Nana vdiq që shkoj në 2017-ën, humi libresa e babs, humi syzat e babs, humi ka humë fotografia më përpara. Kanë humë shumë gjana. Por humbën dhe ti dyshon se ndoshta një nga vajzat mund ta ketë marrë si kujtim foton? Një fjalë nga Zadrima thojmë kështu, kur njeriu humë një diçka, humë edhe shpirti. Shkojnë dhe shpirti mas humjes materialit, a më kupton? Nuk e din njeriu se ku me vugishtin të kush person. Me gjitha ta, aja ka hupë dhe për derisa ata kanë deklaru se nuk e kena, që unë jam bimë që nuk e kanë. Se baba ta babun. E qartë. A më kupton? Dhe nëse dikush do ta kishte ato foto, pa dyshim që do ta shumë fishonit dhe ta kishit të gjithë në përshpit tuaja. Po, do ta kisha se ku familjen deri kam gruan, kam fëmijë këtu, përvogojt më kam nanën. Pra se mu nanën ka nanë, faktikisht mu ka nanë jetim, edhe për nanën ka nanë. Ka shku te nana vet mi bojnë smet, se s'ka pas mundësi nana vet, s'ka pas djalë. Vetëm 3 vajzat martume, nana eme ka shku i ka bojnë smet, e mu ka nanë 15 vjeç në shtëpi. Unë jam rritë vet, kam dalë për shkollën vet, kam shku ushtar vet, jam martu vet, panimin e saj pa ma dhonë një krysh leput kur e verit. Edhe sot të kësa ditë, sot aja ka 8 vjetë të shlipë në fund mujtë qërshor, që ka vdek, ka ndru jetë. Unë, asaj, aja është nana jeme, aja ka bëkojtin dhe nuk kam asilojt të retë me gjukunanë. Se fajt janë të asajet. Gjitha gjënë që ka humë janë fajt asaja.
Ti mendon se pakujdesia e të ndjerës bëri që të humnin kujtimet e vetme të babait? Mund të thoja vetëm një fjalë. Unë e kam ngru në shtëpi tash. Nëse unë nesër nuk e dim na jena njëtë, nuk dim gjanë se qa zborë nesër. Unë ashta unë vdes. E fëmija mi kërkojnë materialin të fotografitë e mija, gjanët e mija, e nuk janë fajtore shdruja jeme që nuk i kam lirë me lanë mi vend. Anë kupton ku të më dalë. E qartë, të kuptoj, por ndoshta një pakujdesi mund të kenë humbur dhe... Atë thamë, dhe unë nuk e di, unë e di se është një rast i vështirë ky rasti jem, sigur e the vetë ma herit, atëherë në shoh se ka bënë një familje e mirë fort, dhe një që ka dalë ka lëviz, ka bënë një fotografi në Shkodër, po është tepër e vështirë. Po unë kam menu në 2 pika, o ndegën e Shkodrës, o ndegën e punët mërënshme në Lezhë. Dhe këtu ndalemi, pra e gjithë shpresa jote e vetme për të gjetur një foto të babait që fatkeqësisht nuk e njohe, sepse ai të la shumë të vogël kur ndroi jetë, sa vjeç ka qenë babai kur ndroi jetë? Ai ka qenë 54 vjeç. 63 vjeç, më falë, 63 vjeç. 63 vjeç, po nëna sa vjeç ka qenë kur i vdiq burri? E re ka qenë? 32 vjeçe. 32 vjeçe. Dhe e vetmja shpresë që ti ke që mund të gjesh një foto të babait nuk është familja jote, sepse ata ta kanë deklaruar që nuk kanë asnjë foto, motrat dhe vëllezërit. Ajo që ti dyshon është se ndoshta pikërisht 2 pikat kryesore në Shkodër, dega e brendshme më the në Shkodër, që ndoshta në arkivat mund të ruhen. Por pse lik me degën e brendshme? Unë dua të pyes, çfarë pune ka bërë babai juaj në atë kohë, për të kuptuar që edhe ku të kërkojmë ndoshta ndonjë foto të tij? Jo, unë po them kështu se dhe bëre mirë që ule ashtu, je më rehat. Në kohën e Enverit ula me janë. Shumë mirë bëre. Në kohën e Enverit, kur kena pa bërë pasaportet, unë po shkam personalisht. Po. M'janë marrë 4 fotografi. Të vogla, bar dhe zi, siç ishin ato kohë. Mirë është vënë pasaport, 3 ka dega punët mërënshme. 100% sigur. Je interesuar ndonjëherë për gjatë këtyre viteve pikërisht në Shkodër për të kërkuar në arkiv mos gjesh një foto të babait kur ai ka nxjerrë një pasaport në ato vite? Jo. Nuk jam interesuar. Nuk e ke bërë. Jo, nuk e kam po për ata se unë kam qenë lidhur shumë me punën këtu, edhe nuk kam pas mundësi, kam folë fjalën me disa shok, po nuk kanë arrit me nxjerrë gjën se për arsye e din vetë se si është jeta sot, edhe kështu që. E qartë. Mirë, mund ta bëjmë ne, së bashku me ju për të interesuar dhe për të pyetur në arkivën qendrore në qytetin e Shkodrës, aty ku realisht mund të ketë dosje dhe mund të ruhen fotot e atyre viteve para komunizmit, bëhet fjalë gjithnjë. Flasim për arkivën e para komunizmit, ku mund të ruhen fotot nga të gjithë personat që sot nuk mund të jenë në jetë, por që kanë nxjerr pasaportat në ato vite. Pasaporte i beso ushtarake ka qenë me fotografi. Kanë qenë gjëra që kanë lidhur me degën e punës mërënshme. Por pika e dytë, përveç degës së brendshme, ku dyshon ti se mund të ketë ndonjë foto të babait tuaj? Nuk e di, nështë edhe mund tjetë e realizueshme kjo që mund të mendoj, po a i ka pas edhe një 2 shok, i ka pas në shartën belisht, po nuk e di, a jam i sigur se a ka bon fotografi me ta shok të veta, ose ka bot veten edhe ja ka mor shokët sigur edhe unë, për shembull me një shok mund ndrojmë fotografia, po tënë, se kështu ka qenë jetë atje ka qenë dashnia vërtet, se këtë plastike, dashnia e respekti e mundësia. Janë shumë pak njerëzit që kanë ata që duhet me pas njeriu në trupin e vet, në gjapën e vet, në shpirtin e vet. Jak, më pëlqeu shumë krahasimi, dashuri e vërtet dhe dashuri plastike. Krahasimi që bëre para 90-s me pas 90-s. Unë nuk e di, unë nuk e kam njohur kurrë. E ke ndjerë mungesën e ti? Edhe pse më 60 vjeç që ne sot. Të kam luar imazhi i babait. Më thashtë një herë, unë jam prej
terminuar të shkëlqishëm klasë parë, klasë 3. Në klasën e 8 në shtatorin kur ka filluar klasën e 8 në shtatorin e 74-s, erdhi mësuese nga një fshat aty afër nesh, afër fshatit tonë. Ai ishte shtëpi komunizëm. Edhe sa mori vesh se unë jam polak, isha me nota të mira, ngjelim klasë 3, ngjelim klasë 5, 2 herë e njëjta, edhe ma përshpresën për shkollë. Por pse Atëherë unë ishëm si rrugac mrapa në shkollë, unë ishëm shumë përdiqës, kishëm kushrinët e mija me nota 10, as shkollë, as busë, as si gjanë. Shkëlqishëm, ti ja morë mësusit për i gojet fjallet, tu përdiqë, ka shtipu, kënaqë, në mburgje, ka pas dip të aqë në mburgje, një të pushkatu. Dhe desha të pyesja, i dashuriak, koha e komunizmit unë nuk e kam jetuar, unë kam lindur në 84-ën, në 90-ën unë kam qenë 6 vjeç dhe sigurisht nuk mbaj mend asgjë për shkak të moshës së vogël. Nuk e kam jetuar. Por kam lexuar shumë për kohën e komunizmit, mbi të gjitha kam studiuar dhe histori dhe më pëlqen historia dhe e kam studiuar kohën e komunizmit. Por koha e komunizmit shumë familje të cilat i shpallte kulak, i internonte dhe i shkatëronte brez pas brezi, dhe kjo është një fatkeqësi e madhe për të gjitha ato familje që kanë vuajtur në regjimi komunist. Dhe një prej këtyre familjeve fatkeqësisht pas keni qenë dhe ju. Dhe dua të pyes, pse u shpall familja juaj Gega kulak nga regjimi komunist? Po tregojnë me ata që më kanë thënë të partë e mi, ata kanë qenë të partë që e qu kundra revolucionit për mos me shku në aksion me qu vajzat e gratë. E djemt. Mos me shku në aksion. E qartë, aksionet që bëheshin për ndërtimin e Shqipërisë, sigurisht. Për ndërtimin i Hekurudhës. I Hekurudhës, po? Po, ata nuk deshen me i qu, edhe nuk arriten me i qu, arriten zotin e shtëpisë e pushkatun. Dhe i zoti shtëpisë, çfarë e keni ju? Djali aq ka qenë, djali xhaxhajt i babës ka qenë ai, e u pushkatu në rrobosht në Moshin të Lezhës. Sa vjeç? Atëherë ka shumë vite, qysh në 49 ka qenë kja punë, edhe një kojshi që ka po prilek që e kanë pushkatu atë, veti dyti, 2 persone kanë pushkatu atë, i ka po prilek të i pushkatu, edhe në kur ka ardhur dimri, i u ka vonë shenjë, ka vonë një pemë të koka. Po erdhi demokracia në vitet 90-91, janë gjetë personat, ka shku ka thonë, unë i di se ku janë. Ku janë mo? Në filan vend, hajde dhe unë se unë ka vonë një pemë. Kanë shku të mollë aty, e kanë bënë zbarimin, e kanë morë fëmija vetë. Të mërshme. Besoj ka qenë i ri, kur e kanë pushkatuar në atë kohë. Ka qenë një 28 vjeç ka qenë atëherë i zoti shtëpisë. 28 vjeç e pushkatuan pse refuzoi të shkonte në aksion dhe personat që e vranë, që e ekzekutuan, sepse regjimi ju dha urdhër, ata persona i kanë vënë një shenjë, një pemë që eshtrat e tij mos të humbisnin. Jo, ata persona që i kanë pushkatu 2 personet tonë, me fjalë njëri për i fshatit tjetër edhe djali xhaxhajt i babës, një kojshi ka pa ti pushkatu edhe ka shku ka vu pemën aty. Wow. Një person tjetër, një hiç, një komshi, një kamësor si trush, edhe amushe, edhe i ka vu mushein aty mrapa. Qa veprimi, domethënë ka parë pushkatimi, kanë parë që e kanë varrosur dhe ai më pas ka shkuar ka mbjell një pemë që mos të humbin eshtrat. Ai ka bën një heroizëm human. Mund ta quajmë kështu, human. Sepse në atë kohë komunizmi ishte i egër dhe të vriste nëse ti dilje kundër regjimit dhe nëse atë fqin që bëri këtë veprim do ta shikonte dikush, do ta spiononte dikush, do ta shpallni kulak dhe atë. E sigurt. Llogaritë ti, ka unë shumë atëherë 5-16 vjeç, 17 vjeç, kishëm edhe unë me të rit, aty në gjenat të shatit, aty kena fushën e aeroportit, në gjatër, aty kanë refugjat, si që ke marrë vesh edhe ti, aty ishte të paktën 2.000 ushtare oficera në gjatër, edhe ti që lushën në tokë mas ditës, koha mirë verë, ishte unë i ri, shumë adolescent, 15 vjeç, 16 vjeç, si gjithë fëmijë atjerë. Sa fillot e dielli me pranu, kishte persona që nuk ishin komunista, po ishin shumë
falë për shprehjen, shumë të poshtër se sa komunistët. E qartë. Ishte nga ato komunista që ishte më i mirë se unë, që e vusha, edhe nuk spionote, nuk kallëzote gjë, nuk tregonte gjë, por ai që nuk ishte komunist, ishte më falë për shprehjen, lepirs për komunizmin, edhe më thote mu, që ato këtu, ik se prendoj djeli, kolak, prap shpi. Unë do të rosh me ikës një shpi. Sepse më bande me qa, më bërtiste më sy tjere. Pra ke patur një fëmijëri të hidhur. Më sa njeni, më sa musa, kërën tjetë kur coca, fajtet e unë. Edhe shkova vërtet të aj, sa më tha, ik shpi kolak, edhe i tha, pse ma në tha tja, për je maj mirë, tha tje tha që kësa, mirë po, ajo që u e rahja tjetë, se ishte maj ma. Po rahen, për me ndalë zotë mu, me ndalë zotë vërtetës, jo me ndalë zotë mu si përsa, po vërtetës, se s'kishtë që me i bon, mo është 15 vjetë, s'kishtë që me i bon, s'kishtë që asi gjë, thjesht nuk doshin me, ishte lufta klasëve në atë kohë. E qartë. E kuptoj qartë, dhe thjesht fakti që një kushërir i familjes kundërshtoi të vinte në aksion, u pushkatua gjithë fisi Gega, familjarët e afërt, u shpallën kulak. Po, janë shpallën kulak, pa drejt, kena pas një terisk frontit. Terisk, ka kënë qujtë në atë kohë, ka kënë lipres frontit. Po. Që jau more në atë moment, e mrapa nuk ju lajnë ma, u shpallën kulak të zëdhërimës. Futën në burg, djalin e gjagjajtim. Futën në burg, djalin e gjagjajtim, 4 vetë futën në burg. Nga 10 vjetë, 3, kurse tjetëri 8 vjetë. Janë liru në 82. Wow. Me faljen që bani Enver Hoxha në atë kohë, në 82. Unë, 82 më kemë pashkushtare. Njeni erdi në muajin e dhjetor, 26 nënor, ka jetu tër 26 dhjetor edhe ka vdek. Se nuk arriti mu plasi. Sa pa u gjithë njerëzën të lirë, pa u kohën e lirë me një plasi. Shumë e trisht historia e familjes tuaj. Por dua të pyes si dashuriak, përveç se e drejta e shkollimit që nuk ju dha, si juve dhe personave të tjerë të familjes tuaj, jam e sigurt për këtë gjë. Me çfarë ju dënoi tjetër regjimi i asaj kohe? Le të themi dënimi i parë ishte pushkatimi i personit, ishte arrestimi 4 persona në vitin 1976, në pranverën e 76, që më mend si sot. 4 djemt e çunave të Xhaxhait, edhe ata dolën në kundërshtim të shkonin në aksion. Ata u dënuan me burg. Jo, nuk dolën në kundërshtim ata. Ata dolën për marrë me shpartallu këtë familje, se kjo familje nuk është për ne, është puna e nesh. Të eliminojnë të rasin burg dhe po burë hajtë, që të mëllën gojën tjertë. Pra gjithë djemt e rritur të familjes i burgosan. Po që dy më ishin burët martu me kishin fëmijët burë. Ishin 50 sa vjetë, 60 vjetë që ti i futë në burë që a gjina. Për që mi i futë në burë? Për që? Ishte kohë e vështirë faktikisht, ishte një atësarë. Ishte një atësarë i madhe asaj kohë. Keni qenë të paragjykuar? Po, kena qenë paragjykuar dhe nga fshati Blenisht që kena pas shtëpijet tona, ne kanë bo një shtëpi si tip stallet gjatë, një 5 dhoma, se ishna 26 vetë, na solën në gjadër, fillu vjetë në gjadër, na qujtë prap Blenisht mas një 2 vjeç, na jemi 2 vjetë në Blenisht në atë kohë, u kam zbrit 2 vjeç në Blenishti, për jetë fundit, edhe shtëpijet tona në shkatrujten, morën materialin e bojtën stallet e kooperativës në atë kohë atje, edhe çdo gjë mos ne u prish. Arrestimet e tana filloi i shtesa, si thosh në 76. Edhe pse nënës tuaj kishte vdekur bashkëshorti, regjimi asaj kohe nuk e mbështeti, që ishte një nënë e vetme me fëmijët. Jo, nuk e mbështeti, por me thonë drejtën nim nuk mund ta quaj këta, po edhe mund ta quaj nga jona tjetër. Mu si fëmijë i babstem që më vdek, mu nuk më ka ndodhur në gjë personalisht shembull si person ose vllajt mi ose vllajt tem ose vllajt tjetër ose motrave. Na ken
Kur ka pas hallim Enver Hoxha, me fut për çamjen, na ka dallu me fëmijën e Xhaxhait. E qartë. Ai ishte në zbor me qetat me mu, unë kishum automatikun. E vërtet, ai kishte pushë dërurit në dorë. Do vërejtë çfarë dallimi. Që bënte sistemi asaj kohe. E kuq hasmeri me djalë të rëshmu, me djalë Xhaxhait. Por, Të kuptoj qartë. Me thonë, pse ti push të vërtet, me arrit me thonë djalë Xhaxhait, ti ke push e vërtet, i sfiun e Enverit. A ndodhi përçarje mes kushurive? Po, na s'kena pas asi ashtu gjandash në shtëpi, na kena kenë një grusht. Gjithë bashkë. Gjithë. Por, me rastin e arrestimit që janë bërë, aty janë humbë dokumentat e tokës, janë humbë dokumenta shpinjesh, janë humbë fund gjanë. E qartë, kanë humbur shumë gjëra të rëndësishme për familjen tuaj. I dashur Jak, por tani e kuptova pse emigrove, ike dhe nuk e ktheve kokën më nga Shqipëria, se kujtime të hidhura ke nga vendlindja. Unë thonë drejten, unë e kam lënë një gjyshtin e trupit e kam atje. Pse mund të kushti? Mu baba nuk valon gjatë. As shpi, as tok, as i gjatë. Edhe pse ligji 7501 ishte total gabimisht për mu si person. Ai ligj ka bërë një çamur me gjithë pronat në Shqipëri. Nga veriu në jug. Me thonë drejten, nga njerëzit e kategorisë familjes teme, Sali Berisha vori votat në kohë. Po kur futi ligjin 7501, gjithu pëndon që ja dhanë votën. Se në shkatroj. E vërtet. Në shkatroj. Pasojat e ligji pasojat ishte shpresë madhe në te. Edhe ka qenë një deputet jetit tani në Limhidhi. Po. Unë nuk e di a ekziston sot a gjalla jo se gjitha të kohët kryesore të Partisë Demokratike që kanë qenë me qenë nuk janë. Ata si s'kanë qenë me qenë, ata ekzistojnë sot. Kuptoj. Me dhimien personal, në shpirtit. Në shpirt jeni me PD-n? Në shpirt, zishko të atë, unë s'kam se si me kenë me ata si më ka vu kamën ta njëtën. Është e kuptueshme kjo gjë. Kështu që edhe unë kota bëra si pyetje, është e kuptueshme që në vitet 90 ju keni qenë të parët që kërkonin lëvizjen e re, ndryshimin e ri dhe të vinte në pushtet, të binte ai regjim dhe të vinte në pushtet një tjetër parti. Dy veprime kam kundërshtuar në jetën time në këtë jetë. Në 90-ën për vjedhjen e baktive kam kundërshtuar mos me prek asnjë bakti, si kam bakti, le të marrin dhe le të bëjnë rat. Edhe për vjedhjen e armëve. 97-ën. Jam shumë i pasur shpirt se flejqet çdo natë një sekondë. Çfarë viti emigrove në Selanik, Jak? Unë faktikisht kam bardhë shpesh, faktikisht që heri të vitet 92-93, por e pava që vetëm nuk më arrit shumë me pagjan, u ditëro me marrë gruan, mora e fëmin me veti, shumë të vegjel, djale vogël kam pruni vjetit e gjysë, pushtet djale madhe kam pruni 3 vjeqe pak, 3 vjeqe gjysë, edhe kena arrit një fshat të kallasër, që të kallasëra, kam flet një muaj, kam flet, ti nuk e beson, në një rrimoj gëzetori. Një muaj. Me familjen? Vetëm si. Po. E i rrethu me njerëz nga Kuksi, nga Dibra, nga lloj. Fjalë njëta fliqin. Po kur erdha unë, kishin i qunë Xhaxhait ata, që ishte shumë djali mje djalë me hangër në bukë. Ishin nga Kastrioti ata. Kishin mbiemri Gjoka. Musliman, po mbiemri Gjoka, nuk kuptoj ku të më dalë. Se u kam qef me gjujtë bukur, me vrap 2 zogj, jo një. Kuptoj shumë mirë ata që jem të thonë. E ju ka thonë, për sa t'jeti ja kega këtu, nuk du më u linë sonin e kujës asë njënit të sjetit. Po më sa jahu si kini fojtë fjallë pista, i të mos më rini, hikni. Faleminderit për i Zotit, a i sot është një jetën e vërtet, ka vdik, ka pas një aksident në Tiranë, edhe qysh atjere ka morë besimin e madh për i atyne, ata për mua e unë për ata.
Pra, për rreth 1 muaj, kur emigrove për të parë me familjen, ke jetuar pikërisht në këtë vend me shumë emigrantë të tjerë shqiptar që strehojshin aty. Po, kam qenë edhe i humun si tush, s'kam pas lidhje me familje, s'kam qenë deri në shtator kam qenë i humun. Në atë kohë, 98. Po, se s'kishe mundësi të kontaktoje, nuk ishte telefona. S'kishte telefon kush, vetëm një kishte një blenik të lezës që shkote në gjadër me dy karikusa, me 2 bateri, e kishte marrë Jugosllavi telefonin, edhe fliqin njerëzit me lek në fund pis, tek se ati kishte val. Edhe unë faktikisht mund shtator, mos i marrë puna e trash komplete e jamadë, shkua bleu një Philips telefon, me anten, edhe musha telefonin, ka tirava një numrit, ka në fatë të mirava, dega punë të mërënës për Shkodër. Numri parë që formove? Pari, me dorë më zemër. Atëherë, dega e punë të mërënës ka lidhë me TV Shkodër, atëherë ishte TV Shkodra, ka im lemëru, kam dhënë numrin e telefonit, kam dhënë numrin e pasaportës, edhe kanë lemëru 5 ditë rresht, edhe ka dalë lajme. Jena lidhë. E të mendosh që historia që po më tregon po më sjell në mend shumë emigrantë që s'kan mundur do të lidhen ato vite dhe nuk dihet çfarë ka ndodhur me jetën e tyre dhe një pjesë e mirë vazhdojnë të jenë të humbur. Më kujtove TV Radio Shkodrën. Një sekond, më fale, basta ndërprej armiku fjalën. Nuk e ide jo vetëm për veti. Mos kisha marrë vetëm për veti. Unë kisha fshatarët e mi këto, 60 vetë që punoshin këto. Unë ishëm një familje në Macedonia, kanë ardhur shumë herët 1900 këtu. Mirë po, unë punoshëm ata familje nga Kavardarci, qëtë një vend Macedoni, Demir Kapia qëtë Lagja, që sot më kujtohet, unë jetoj prap në ata themele këtu, afër ku ka prej fëmijën e mi këtu, jetoj prapë sot, edhe kishin një baqe këta. Vishin shqiptarët, më ardhë me folë me telefonin tim, fshatarët e mi gjadët. Vishin me folë, ishin 15 vjeqa në punë, 16 vjeqa, 15 vjeq, 14 vjeq. Kuptoj. Ku kralot më shkojt e kashë, se nuk më dhejmë ishin vojgjer. Po, unë ishëm punë, nuk ishëm mundësi, me thanë telefonin, me thanë, i ke folë të shtjetë dhe hajde. Telefonin kishëm ble me lekë 60.000 dramina të kohë. Se kishëm vallë me punu, nuk kishëm kohë me prit atjetën, se sot të pranojnë unë do punë. E qartë, ka qenë kohë të vështira. Emigracioni në vitet e para ka qenë një sakrificë shumë e madhe për shqiptarët. Parësytë të bodhe, të më drejten, unë nuk kam mas një dojtë keqet mas një sot. As me Gërk, as me shqiptarët Shqipnis, as me shqiptarët e gjatët. Fshatarët. Jam mundu, jam që për i bugët, ju kam dhënë lakën, ju kam dhënë prasën, ju kam dhënë qepër, ju kam dhënë tomatën, ju kam dhënë patligjani, ju kam dhënë specin, pahllojnë e problemit. E i kam marrë dhe në punë. Mu, kur merë dhe dita me ndaj pa punë, nuk mori kush një ditë punës. E besonte? Ndodhë edhe kjo. Ndodhë. Por, gjithsesi... Por, jo pa po halal. Ua ke bërë. Se kam dash vetë. Jo kam dash vetë në zemër. E bëjë diçka tillë. Mirësia pas fëmijën mirë. Mirësia e çdo njeriu që bën në jetë është ai lart që e shikon dhe na vlerëson dhe na i bën mbar. Unë kështu e mendoj. Por u bën shumë vite. U bën shumë vite në Selanik dhe sot je sistemuar. Fëmijët janë rritur, je një baba dhe një bashort i lumtur, besoj. Po ka dash zoti, fëmijë kam mirë, i mondi është për 32 vjeç, tjetri është 29 vjeç. Jam mirë fort. Beqari janë e laj, kom thonë, koha kare për martesa, bje, gjeri në e vajzën, edhe mund të breatori i fje se unë jam si një tension. Babe ke gru të anë në shpi, po, rritë po të anë, në kena jetë të tonë, kena halë të tonë, kena probleme të tonë. Na pa ble shpia, pasi se mu shpi, në nuk bojnë martes. E po, lëri djemët të zjedhin vetë në kohën e dur kur ata duan. Nuk o bajzon, ju kom bjek vizën, bani qatë doni, vishë tjeni mirë. Merë një katë doni, dhe shërori katë doni. Shërë shpizdu. Kaqë. Dhe uroj që të jesh një baba i lumtur dhe fëmijët keni jetë të lumtur. Mendon të rikthehesh në Shqipëri, në vendlindjen tënde?
Të shumë ke pajk aty. Po. Kërkon. Kam një shpesë të modhi zëtë që se kam jetë, po pas fat e jetë. Do këthejmë shumë shpet. Shumë shpet. Pra, e dëshiron që vitet e pleqërisë kur të vinë, ti kalosh në vendlindjen tënde. Jo, ta këtë njëherë, kur të thamë po, e kam dek nana se pune. Në marsën e ose pashtë e piket 27, shpresoj t'i hap shpite e për ta njetën. E mra. 27. Në vitin 2027 dhe ta uroj të kthehesh në shtëpitë tua. I dashur Jak, sinqerisht u kënaqa me bisedën që bëm, pavarësisht se historia ishte e trisht, po u kthyem shumë vite pas dhe folëm dhe për kohën e komunizmit. Por ndalemi dhe përqendrohemi tek fotoja e babait, se ky ishte thelbi që ne u lidhëm bashkë. I dashur Jak. Vetëm foto e babës ajo është gjëja më kryesore për mua. Sigurt babi herë 20 vjeç. Ja ashtu do ishte. Të besoj, por më the pak më parë që babai ka patur disa shok në një fshat dhe mund të ketë dalë me ata shok që ndoshta fëmijët e tyre mund të ruajnë arkiva, fotot dhe dikush mund ta ketë. Por unë dua tani të më prezantosh pak babain tënd, emër, mbiemër, që ti kemi këto të dhëna. Unë më thonë drejtën, nga që 2 vjeç kam zbrit nga Bilisht e kina rënë gjatër. Po. Unë nuk jam marrë faktikisht me ato njerës, sepse u rrita gjatër dhe kryu një shoqëri tjetër aty, kur nuk jem rrit ma ata atje në Bilisht, për shembull, kupton? E qartë. Po që pas njerës që kishin kontakt me fshatin tonë që vishe, po në kena qenë normalisht të nore, që vishin nga Bilisht, nga Kupradio, unë në fshatin tonë, I kam njoft edhe me kanë fol, po nuk kam arrit të zbuloj një diçka që... E qartë, të lutem, mund të më thuash emrin dhe mbiemrin Gega, po emrin e babait tuaj? Po, baba ka pas emrin Dot. Dot Hila. Dot Hila. Po, ky është i biri Luk Paloks. Luk Paloka është gjyshi juaj, Luk Paloka. Luk Paloka është gjyshi jam. Pra, në kërkim të një fotoje për kujtim për babain tuaj Dot Hila, i cili ndroi jetë në vitin 1966. Po. Dhe fatkeqësisht nuk dihet se ku prehen eshtrat e tij, ku ndodhet varri i tij, por ti kërkon një foto dhe shpreson që dikush shoku i tij, që dhe ai sigurisht ka ndruar jetë për shkak të viteve dhe moshës, por dikush nga familjarët mund të ruajë një foto kujtim pikërisht të Dot Hilës dhe ta uroj me zemër që ta gjejmë të foto, por gjithsesi unë do premtova që së bashku do të shkojmë dhe në Shkodër për të bërë një verifikim në arkiva se ndoshta mund të gjejmë ato fotot e vogla bardhëzi që bëheshin për pasaport. Po edhe Lesha, se faktikisht në atë kohë lokalitet ka qenë Shkodra, nuk ka qenë Lesha, ka qenë Shkodra lokalitet. Po. Se unë thonë, nuk desha me hi fartëthel, se po të hi fartëthel, se këta rrëpët e shpis, me thonë drejtën e shpjetin, e kena si turp na me tërgu vedet si kush jena. Po nuk është turp ajo, është gja mirë me tërgu vedet kush jena. Se unë babën e kam pas solisti parë në kish, ka pak në kish. I ka gja vllai dytë. Unë babën të me kam pas edhe mësus. Ka qenë njëri i shkolluar. Po. Në thonë drejtën e shpirtit, kur ka ardhur komunizmi, deri në minutat që ka dosht me i vonë në punë, në lëvizje, me i mësu në zonësit e vetë Enver Hoxha, për mi bo mësus, e ka mojtë babën dem. Mrapa, kur dolem për i Zanclekut, u bojtën mësus ata, babë si futi shketme në hodhi një në nanë. Në kupto këtë me dalë. Por e kam pasë edhe këtë arshilë nacionalisë në kohë. Një njëri i rëndësishëm për zonën ku ka jetuar në ato vite. Kena dhonë se njëni për i shpunë gjëgjët mi ka qenë partizan. Ka pa morë lek pensionit edhe për partizan. Mrapa e për Rosenburg. I ka pa kriju vetë.
sistemi i komunizmit ka qenë një sistem jo funksional dhe i dëmshëm për njerëzit që jetuan fatkeqësisht. Ma i keq se Covidi. Mirë, zoti Jakë, ishte një kënaqësi që ishim të dy së bashku, do mbetemi në kontakt dhe ta uroj me zemër të gjendet ajo foto. Unë nuk kam fjalë me fol. Faleminderit shumë për të jetë, nuk kam fjalë, jam i pa fjalë, u të njeh për çdo. Të falenderoj. Edhe unë jam shumë njëri ndjeshëm faktikisht. Nuk e di, më ka kriju Zoti, më ka kriju për këtë arsye se unë gjithmonë kam vujtë, nuk e di se cila unë e kam, po e më udhëzoi njerëz, më thotë gruaja, kur është qartë, pse rriti pa, po si shif sot kur qartë. Hajde me kërku dalë ti, shif punën dalë ti, o ka punë. Po nuk është problemi aty. Problemi është se ty nuk banë mirë kjo punë. E qartë, kuptoj. Po nuk mundëm. Të gjenë djali nënën, mas 20 e sa vjeç, e ti thotë se unë nuk duke të aprish familje ty, vish duke të pa. E me bisedu me ty, me pi një kafe me ty, nuk të aprish ty luftërin tëmë. As nuk gjykoj. As një moshkull s'ka drejt me gjyku nënë e vetë. As një moshkull, sepse është nënë. S'kam drejt. E the shumë bukur. Mirë, Jak, të përshëndes, të përqafoj dhe mbetemi kontakt. Miru pafshim. Zoti të rujt e të prift e marja suksese në rrugën tonë që ke nisë. Faleminderit, Jak. A shmimi malë për mu, që folëm bashkë. Kënaqësi dhe për mua. Miru pafshim. Kalor sa ma mirë. Edhe i vogël ku vjedhe, jam punë si smunë ndjekon, s'moj me nejt pa vjedhe, vallaj. Kështu, amu jam njeri normal o deta, a kuptan, si jo jam une, a kuptan. Nuk s'moj me shkum punë, duho këtë se kam nevoj për adrenalin, duho këtë, se ti. Nuk shkon ma shpedita në burë këso jashtë, për mu. Granit, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, o deta. Se dia ju kujtuhe, o deta, kena pas full mati, kon një 5 vjetë. Ne kemi folur të dy së bashku para 5 viteve? Po. Mos gaboj ti ke që në Burg, kur më ke marrë. Po, një 5 vjetë ko kështu. Ke dal nga Burgu? Po, tash jam jashtë. Sa po bën që ke dal nga Burgu? Ku më dorë me 26 djetorë, 4 muaj kështu, 3. Po, 26 djetorë ke dal nga Burgu, ke fituar lirin. Po, tash jam mirë, në shpejt. Sa vite në Burg bëre? Sa vite Burg? Jam 9 vjetë, po. 9 vite, dhe si të duke tani jeta pas Burgut? Se di që keq, shkon shpejt. Por besoj më mirë jashtë se sa brënda. Jo, ma mirë jashtë amë njerëzit kanë avancu, kanë a kuptan. E vërtet? Jo financiarisht, po ndry, edhe jeta ka ndru. Ti aktualisht je në Francë? Tash jam në Francë, po. Por 9 vite Burg, pse u dënove? Për çfarë u dënove? Jo, odita kombon 9 vite me shputje. Por pse? Po unë vetë se, si me thonë, për kum shit. Për që kum shit? Për ma. Flasim për lëndë narkotike. Për drogë, po. Edhe që kum jema. Shqiptarët nuk i harrojnë dot këto punë të jashtëligjshme. Zdina i punë tjetër adita. Jo, këto mos ma thuaj. Jo, Granit, këto mos ma thuaj, nuk di punë tjetër. Se ka plot punë të ndershme, ku mund të jetosh i lumtur. Se kom provu tash, s'po mund. Sa herë ke bërë Burg? Kum bo 5 herë. 5 herë Burg? Me Kosovë 5 herë, po. Por qa, ke ndërmend të futesh prapë në Burg? Se di, në është ta? Jo, të lutem, Granicën, ne po qeshim të dy, por nuk është normale kjo situatë, ma beso. Nëse e do jetën, dhe do të jetosh si njëri normal, të shijosh të gjitha gjërat që Zoti na i ka dhënë në këtë tokë, duhet të punojmë edhe ndershmërisht, ore. Kur them të punojmë në mënyrë... Më dëgjoj, kur them të punojmë në mënyrë të ndershme, të punojmë brënda ligjeve, mos shkelim ligjet, sepse çdo njeri në punën e vet ka hilet e tij. Çdo njeri, dhe unë që jam gazetare kam hilet e mia në punën time. Por aman, nuk e shkel ligjin. O dita me njerëzit që e pojnë pjesë për sosjetesë, që me thonë që për
Me njerëzit që bojnë, këta që janë njerëzit normal, që punojnë, që paguajnë taksat. Po. Nuk janë njerëzit si na, janë ma njerëzit, për mësopin të ma, s'kan laf, janë ma dalaveri që këta, ma njerëzit këqi. Që menojnë, s'nimojnë, a kuptan, spionojnë. Unë mendoj që çdo njeri që bën një punë të ndershme, s'po foli për krejt, po thamë për shumicën e njerëzve që janë normal, na jena ndryshe. Grani, ti je i ri në moshë, sa vjeç je? 36. 36 vjeç. Nuk të vjen keq për nënën, babain, motrën, vllajin? Edhe fëmijët kam 2 djem, po. Ti ke 2 fëmijë, je i martuar. 2 djem, po. Me jeti ke, sa vjeç i ke djemt? E kam 8 edhe dvoglin 6. Po nuk të vjen keq për fëmijët e tu, që nuk je pranë tyre? Dje keq, po se s'ko mujtë më nëllë, dita me të drejtë. Por pse më Grani, gjithë këtë djalë i ri, gjithë të fizik që ke, nuk punon dot? Nuk gjen dot një punë? Jo, kam, patentën e kam i kam keq, kështu të autobusit, po as drogë nuk pije, kështu po s'di vetë. Nuk s'muj me shkum punë, s'muj me qumë mjes me njerëzit normal. Se di pse, s'muj. Ma e furca unë, edhe më duhet se kam nevoj për adrenalin, më duhet, se di. Nuk e di. Njerëzit që kanë nevojë për adrenalin do thotë kanë provuar gjëra të tjera që duan të arrin ato lloj adrenaline. Nuk di, se di edhe, si me thonë, se di. Ti më the që nuk kam qenë përdorus i drograve. Do shta... Jo, nash, po i nuk e pifë, shumë janë. Sepse ajo ideja që me një rrugë të bëj shumë para dhe t'ja hedh, kjo nuk është rruga e duhur. Se menoj se e kumë bo përbaro, e kumë bo kështu, për vetën të një, s'kam halë, këtë familjen e kam këto me pashaport, ta punojnë në Zvicër, nusën e kam franceze, kam me shpit vetën, se kumë bo përbaro, s'menoj për nekë. Po ti dashke një dru pastaj? Valojnë, po kumë bo veç për mu, se di, se kuptoj asë. Se po më shokon, nuk kam nevoj për para, e bëj këtë gjë, nuk e di pse e bëj. Po hiqe, mos bëj punë t'jashkishme. Kam nevoj për atë, se di edhe ka, s'di si me thonë. A dhëmë se kuptoj vetën. Dëgjoj, i dashu Granit, nëse ti ke nevoj, se do të pish lë narkotike, shko dhe merr mjekim për t'u larguar nga lëndët narkotike. Jo, s'kam problem me droge me kështuon. Por nëse nuk qëndron dot larg drograve, qoftë dhe si shpërndash, është një varësi kjo, që ke nevojë për psikolog edhe për këtë gjë. Ma shumë me thonë drejt jam kështu i volën për kështu me aksione, se di pse me emigron, me makinë, polica kështu. Se kam si smundje. Por këtë gjë mund të kërkosh ndihmën e psikologut. Po këmë kërku, më kanë qunë bërë, 50 herë. Sigurisht, çdo njeri që përfundon pas segurave e përjeton dhe ka nevojë për psikolog dhe nuk është turp të shkosh te psikologu. Nëse ti e ndjen të nevojshme që ke nevojë për një psikolog, ti jeton në Francë, e ke shumë të lehtë aty të trajtohesh. Kum shkuet dita në Zvicër tash se shkuve, se takova këtë djalin tash. Këtë emrin në Zvicër, edhe atje dhe mrenë Hamburg që su basharat. Edhe atje basharulja. Bilim se pëmësa kja i djoli. Se di pse. S'muj me mnajt i qitë. Se di pse. Aktualisht me kë jeton Granit? Tashim jetoj me fëmijët, me nusën. Por nusja çfarë të thotë? Se edhe ajo nuk i vjen mirë që ti një vit në burg, një vit jashtë, 2 vjet brenda, një vit jashtë. Vallë dita jena pas do, e tashi jam u kthy prapë, edhen. Se tashi pa ta thënë kur erdhi më po jo zvaj më kështu. E tashi duket kena më do prapë. Jeni bashkuar prapë? Po duket kena më do prapë. Se ti mendjen e ke të përfundosh prapë në burg? Se di që më të më dita. Se di. Granit, mos më qesh. Ja.
Granit, nuk të vjen keq për fëmijët Lëren Musen? Si di Edita, si di. Po mirë, mos sa ke dal nga burgu dhe prap kërkon të përzihesh në këto gjëra? Si di. Po në Kosovë ke shkuar, ke takuar njerëzit e tu? Jo, se ma kanë marrë pasaportën, s'kam drejt me lëshu vend. Fëmijën i kam këto në Shqipëni, kam 2-3 decena. Sa vite ke që jeton në Francë, Granit? Unë i vogël këtu 16. Ke ardhur me familjen, besoj? Ke ardhur me familjen tënde? 20. Jo, unë këmë qu vetë në Norvegji, tani më pa këmur këtu. Dhe si e njohur me gruan tënde, me shtetasen franceze? Po allojnë që punot në një restorant, edhe kështu i në njëftu. Që është onë? I e martuar ligjërisht me të? Po, që në 10 vjetë. 10 vite martes. Që më kalon por ja. Më kalon e një dhollë një vjetë, tani prapë këti. Jo, ajo mirë ta ka bërë. Tani Po, unë. mu se këmë dratu e kështu e dita, këtëm? Ore, nuk është tradhtia, nuk është vetëm tradhtia që ndan çiftet. Edhe kjo që bën ti është një motiv shumë i fortë për të kërkuar divorc dhe ndarje, ma beso, se nuk është vetëm tradhtia. Unë i kam e dita. Ti e di që je gabim, por nuk ndryshon nga gabimi. Smuj mu e provova tash, i punova ty javë, kështë smujta. Te doja, bilëm se u pisha me dojën. Po si nuk mundesh të punosh, se kuptoj. Nuk smuj me ne po me njerëzit normal, valoj një e dita. E di që s'jam njërë, po shumë. Se e di, s'kam mundësi me full me atë. Me njerëzit normal. Por pse nuk shkon të bësh një vizitë e psikologja? Duhet me po, ka dal. Po du ta bësh, ke qenë dhjetor që ke dal nga burgu dhe du ta kishe bërë, është për të mirën e shëndetit tënd. Po nejta ta shumë burg, tani kisha probleme pa makine, pa kështu, tash të isot regulluna pak, tani shkujtu. E shikon që ato pak lekë që fitove i humbe dhe dole nga burgu pa para dhe ngele kështu? Se ti i ke provuar të gjitha këto situata. Se ndonjëherë më duket sikur këta të rinj shqiptar nuk duan vetë t'i bëjnë ca gjëra. Gjëna flanë shumë burgje. Sa keqen shqiptar të dita tash, duhet me poplin në emision ti, burgje, do të sa keqen. Ka shumë shqiptarë për burgjet e Europës? Ko shumë edhe janë shumë tash janë drogu, nuk janë si nacione, edhe nuk shumë janë si pa familje, drogu, prejen, vrojnë vetin, katastrofë. Nuk janë kështu se disin ato. Se s'bëjnë shëndet, kujdes për shëndetin po të në këta. Herën e fundit sa vite burg bëre, herën e fundit që dolen dhjetor? Tash ju bonën 2 në Francë, tani Franca në qojnë në Zvicër. Dhe në Zvicër sa bëre? Edhe në Zvicër një gjysë. Pra 3 vite e gjysë bëre në total, 2 në Francë dhe... Po, 3 vite gjysë komplet. Mund të më tregosh si është një ditë në burg? Ti ke qenë shumë herë në burg dhe më mirë se ty nuk e një askush qëllim. O ditat, për mu, veç deri sot më mësur në një mullë. Mrava është më duket mirë. Nuk i shkon ma shpejt dita në burg këto jashtë, për mu. Vërtet? Po. Se mua burgu më duket ferë, të përfundosh pas sekurave, më duket sikur njeriu prek ferrin. Po dita unë personalisht, edhe në burg kur jam, me pyta dhe shukët e mi, bajnë e problem me shku me nejt në izolim, edhe? Se i ka 50, ka 70 pa cigarë, veç pa dorë, edhe edhin se di se edhin si është. E qartë. Burgu në burg, vit zden heqa si është të cigarë asku gjonë, 70 që jam. A këta? Ke qenë në izolim, ke... Po mbo ka 18, ka 15. Po pse qa bëje ti në burg që të fusnin në këtë izolim? Po që u resha e këshu. Problem, e di që bësh, në i telefon, në qatë fut që në i drogë, në i gjohë. Edhe këto i bëje në burg, fusi telefon dhe drogë në burg. Po. E të mërshme. Por 18 ditë pa dal, pa u ajrosur, vetëm ushqim dhe ujë, nuk është shmënduri për njeriu? 30 minuta dhe në mjesë, në 7 e gjysë dhe i 8. A, t'japin?
Po, veç kaq. Veç cigare 30 minuta mos dhe. Dhe sa herë ke qenë në izolim në këto 3 vite e gjys që të kanë futur? Në Zvicër, po më nejt, tashin, veç në Zvicër, në Francë po më 2 herë, në Zvicër, një 5 herë po. Në burg përveç një krevati nuk ke asgjë tjetër aty. Unë nuk kam qenë në burg ndonjëherë dhe nuk e di, kam qenë ja 2 herë me intervista tek burgu i grave këtu në Shqipëri dhe burgu i grave është pak më ndryshe se burgu i burrave. Sigurisht. Shumë të maket që kanë grot. Maran është. Por çfarë bën një burgosur brenda 24 orëve në burg? Jam shumë kurioze. Unë punoj kur s'u punoj. Po njerëz punojnë, janë sigur njerëzit nuk normal, një jetë normale, këto shembull. Po njerëz punojnë, janë turp, bëjnë probleme, po njerëz janë që bëjnë probleme edhe më rënd. Dhe çfarë bëje ti 24 orë që ti ikte koha kaq shpejt? Se ti as nuk punoje, se puna sikur ta bën ditën më të shkurtër. Po s'u punon po. Dhe çfarë bëje në qeli? Risha, bëj sport, Bëje sport, palestër le të themi. Po, sport, jo, palestër më naloshin se di problem kish. E qartë, veglat nuk lejohen në burg, e qartë. Jo, e gjithë të herë një ofë, po kur ki ban probleme, kështu nuk je edhe në fut gjona, tani më t'izolu ma shumë nuk lejt. E qartë. Dhe përveç se bëje 1 orë ushtrime në qeli, tër ditën flije, pastaj rije, qa bëje? Qa mendoje? Ja, basha minimum basha, ku nuk isha në izolim, basha një 3 orë, po, sport, po, minimum. Po pastaj? Rije shtrirë? Gjo, risha, televizor. Dhe 3 vite gjys burg ty të dukën shumë shpejt që ikën. Po, sa unë ku më jam futi vogël valloj, një. Kera por ku më rrë 17 vjeç, kështu i minar. Kjo ndodhi në Kosovë apo në Francë? Në Kosovë, me thonë drejtën, edhe në Kosovë ku më shku në policia është, se edhe i vogël ku më vjedhe, jam punë si s'mund ndjekon, s'moj me nejt pa vjedhe, valloj. Po më gjojnë bëshit e mutër. Diqo, këtë që ty ta heqësh, ma beso të flasë si kur t'je motra jote. Po, valloj në kështu ta që i vogël ku më fatë vjedhe, që ku më e kam në qef. Unë e kuptoj që ti po t'rgosh i sinqert dhe po më flet hapur, që nuk ri dot pa vjedhur, e kam sëmundje këtë gjë, por ndoshta duhet të shkosh në një psikolog. Është gjuna, një djalë si puna juaj, je bër baba, Zoti ka dhuruar 2 djem, ke gjithë të mirat, ke shtëpi në Francë, ke familje, i ke të gjitha mo granit, pse duhet të ndysh duart, pse duhet të vjedhësh? Se di, se e kom provu më nërë s'ku mujt, vallaj, më e forë onës. E kom provu. Kështu, amu jam njeri normal o dita, a kuptan, si jo jam une, a kuptan. Jo, unë e di. Veç se shemull, nuk jam mekanike, bëj një pun tjetër, katë. Por jam e sigur që ti do ndryshosh. Besaj, po. Sepse nuk do ta kalosh jetën burgjeve, të Francës, të Zvicrës, apo vendeve të tjera të Europës. Ata fëmijë kanë nevojë për ty. Edhe jam shumë i lidhur me ata, shumë ku kaloj me ata, kur jam jashtë, veç me fitri gjithë ditën. Por nëse ti do ata, vërtet, dhe je një baba i mirë, ti vetëm për hir të atyre fëmijëve, kur të vinë në mendje ato iderat e tua, ti largosh. Vallai këtë herën, thashë, kesh të dënoll, po kesh keqe, din? Dhe e bona prap. A kupton dita? Se unë ku më jam konë shumë fukare, kështu do me thoni i varë, nuk jam konë i vogël. Shumë. Në Kosovë, keni jetuar në varfëria, kur ke qenë i vogël? Ju kena pos pore, bobi ka pos pore, po s'ka nejtë shumë e njëve, ka nejtë, a kuptë s'ta ka këqyur shumë, a kuptë në dita? Edhe mami ka pas vujtë shumë, edhe one, edhin. Në çfarë vendi të Kosovës keni jetuar? Rritë në akur s'ka me lënë vetin me vujtë, a kuptë? Në çfarë vendi të Kosovës keni jetuar? Ferizaj. Në Ferizaj. Pra ti po më tregon Granit që ke patur një fëmijëri jo fort të mirë. Babai nuk është kujdesur për ju. Shumë keq.
lufta, boba, s'na ka këshysh, heq. A kupton atë? Nëna ka sakrifikuar për ju. Shumë. Sa vjeç ke qenë kur ke vjedhur për herë të parë? 10? 10 vjeç. Po. Dhe çfarë ke vjedhur? Një amerikane, edhe që janë konë në Kosovë. Po, e di si nuk e di. Portofolin, për $2,000, portofolin. E di që kanë pasur në Amerikanë këfori. E di shumë mirë, sa unë e njoh historinë e Kosovës. Portofolin, $2,000, kursa. Si ja dhodhe? Këtë full, ja për ta full. Policia të zbuloi për këtë gjë? Jo, kur? Dhe çfarë bëre ti 10 vjeç në Jallash momit. $2,000? Se s'keshim, momit jallash. Por mami nuk të pyeti ku i gjete? Pyti po ishëm shumë varë, se unë e gjeta. S'kishte, a kupton? Gjynaf, a kupton? Por ti I më dhërish. ja tregove nënës të vërtetën që ato para i vodhe. Jo, si që tregova, ta që këmë gjetë. Jallash, po e ka ditë, atë den, po... Kur s'ka pos heqa, kupton? As për shkollë, as për libra. I dashu Granit, por në moshën 10 vjeç ti vodhe për herë të parë, pastaj vazhduan vjedhjet. Po tani mos jam në lkor. Sot i 36 vjeç dhe nuk e ndalur nga vjedhjet? Por, Por nëna juaj e mësoi më pas që ti vithje. po, Dhe çfarë ju tha? vallaj në dita tani u pas mu mami, me thonë drejt, edhe besoj nga unë e ka pas një tumor, po tash ju ka hek shurzutit, edhe besoj mos ju ka pas bobë nga unë, kuptan? Granit, unë e kuptoj qartë me historinë që po më tregon dhe më vjen keq që kjo gjë ka nisur që në fëmijërinë tënde dhe sot është kthyer në një vesë që ti e ke të vështirë ta heqësh. Amo o dita unë familjen e shë normala, kuptan? Se di unë kuptan? Të kuptoj qartë, edhe pse nuk jam një psikologe, të kuptoj She kam qartë. si punë. Por ti në ndërgjegjen tënde e di që kjo nuk është një punë e ndershme. Nuk vjedhin e herë njerëzit normal, kështu si ku vjedh kur, që po të ishe ta qoj edhe këto. A di frangjesht, jo? Jo, nuk e flas këtë gjë. E kam dosje ta, këtë s'kur s'ku vjedh kështu shpija njerëzit normal, a kupton? Nuk kështu i ku vjedh këtë të mdojat, markotat, total, pumpat e benzinjas, farkentari, a kupton? Florinat. E qartë. Nuk besoj se... Unë menoj që është, unë menoj se nuk bëj keqë. Unë që menoj e ditë. Ashtë e kam da befë. Është keq. Vjedhja, Pse? po si pse, të vjedhësh nuk është normale. Po tash ti nisi jo, po të shemë tash i ku vjedh Shell, këtu pumpat e benzinës Shell, Total, që janë këtu BP, këtu e di më që morin naftin Afrike, po morin ata. Granit, mendoj që ti ke një Ata biznes. kanë shumë bore, dita, se kanë probleme. Po kjo nuk do të thotë që t'ja vjedhësh ti. Granit, Po, ata ai ko shumë unë më se po seqe, edhe ashtu s'bano. Granit. Unë e menoj kështu. Granit, se po më duket shumë e vështirë kjo intervistë dhe s'dua të gaboj me ty sinqerisht, sepse Unë e kështu e menoj, ti më thë... jo, më dëgjoj Detën, mendoj një moment që ti ke një biznes dhe dikush të vi të vjedhi dhe të thoj që Graniti ka shumë para dhe nuk i bëj dëm ti vjedh. Dhe të vi të vjedhi ty. Vjedhja është e dënueshme. Nuk ka logjik ta pranoj që nuk ka gjë të keqe të vjedhësh një biznes që ka shumë para. Nuk lejohet kjo gjë. Unë e menoj që është të dita. E ke gabim, prandaj po të them. E di se kam gabim, po, kështu. Por duhet të mendosh pak sa ndryshe dhe unë jam e sigurt që ti do i gjesh forcat brenda vetes tënde të mendosh ndryshe. Ti sigurosh parat në një formë tjetër, ka plot rrugë për të siguruar para. Sepse kështu ti jeton me Ti që po s'kumbon herë në i pun tjetër e dita. Po fillo ta bësh, gjithmonë ka një herë të parë. Fillo ta bësh një punë dhe ta provosh. Kur ti bie në burg, a e mendon për ata fëmijët e tu, kush kujdeset? Kush do t'i ushqej?
Po jo, nuk fëmijët edhe kur janë burg nuk kanë problem kështu për ushqime për kështu. Për financiarisht, vetë se ju mungojnë, financiarisht s'kanë pas ndonjë problem. Por gjithsesi, ata fëmijë nuk i ka sjell vetëm gruaja juaj në jetë, i keni sjell dhe ju, keni dhe ju detyrim për ata fëmijë, të jepni para dhe të kontriboni. O dita, nuk se jam e tash i punon, a kupton në një biro. Unë e fëmijët, nga unë janë pranë të një mol, i qojnë shkollë, i lojnë. Shumë mirë. E i ku mujtë ku janë konë edhe bebe, i ku më rritë vetë, a kupton? Por a e mendon ti se çfarë shembulli po i jep te fëmijët e tu, të cilët nesër mund të ndjekin hapat e tu, dhe nesër si do ndjek një baba që shikoj fëmijët në burg, ti i ke provuar vetë këto gjëra. E mendon që një ditë mund të jenë dy djemtë e tu që të përfundojnë ashtu? Veç ajo kam brengën, veç nga ajo kam brengën, me thonë drejtën Anita. Prandaj duhet i stoposh këto gjëra. Një ditë inshallah. Ti nuk e ke fare frikë burgun. Frikë? Po. Jo. Pra ti shkon për të vjedhur dhe po të kapën, do të përfundoj në burg dhe kaq, do mbaroj dënimi dhe do dal. Po. Por kjo është jeta, Granit? Si di. Nuk menoj shumë dita kështu, a kupton sigurisht. Nuk se menoj ani kështu. A e kupton që je 36 vjeç dhe në këto 36 vite jetë, 9 vite i ke patur një izolim në burg. Ke humbur 9 vite jetë që nuk ke mundur do të jetosh si çdo ti. Ti je pranë fëmijëve, pranë gruas, ti je pranë njerëzve, i ke humbur 9 vite jetë. Dhe nëse ti vazhdon me këto mendime, do humbush dhe shumë vite të tjera. Po, më Odeta, unë që si e menoj, unë e kom zgjedh vetë kështu, a kupton? Unë e di që ti e ke zgjedhur vetë, por kjo është rruga e gabuar dhe ti këtë... E di se unë të gabume, po... Po pse nuk ndryshon? Odeta, unë nuk muj me nejtë me njerëzit normal, me shku të shefi, po shef, a kuptan? Po kjo është e keqja e shqiptarit që nuk pranojnë të kenë një shef. Më rrugë, na. Se it's my fortune. Por nuk është kështu jeta, Granit. Edhe unë kam, jo një, po kam shumë shefa mbi kokë. Të cilët zbatoj urdhrat e tyre për emisionin të cilën unë bëj. Edhe unë më duket vetja e përgatitur, e zonja, e pasvënsueshme. Por jo, mos kem ata shefa mbi kokë, edhe unë gaboj pafund. Ja, të ti e pasvënsueshme. Jo, po jo më gjithë. Në këtë botë... Për emisionin ta, në apres që e bati, Granit, në këtë botë... Edhe para 5 vjetë e vetë se ty të kom pas po. Atë kujtohet atëherë. Më shikoj nga burgu. Po. Granit. Jo vetëm unë, ketë burgu, ketë kati. Më shikoni të gjithë shqiptarët e burgosur? Po kur dëgjoni ti historitë shqiptare? Po kur dëgjoni kështu të mullimë shqiptarë, se ka shumë shqiptarë të humbur, kum takon shumë burgje që si thirrin familjen, ka 20 vjet atë. Por pse nuk i thrasin familjarët kur janë në burg shqiptarët? Jo kur janë në burg edhe kur janë jashtë. Që ky djoli, ky Emra, ky qashta, kupton? Emra, ka qenë i humbur, po fal Zotit u gjet. A ka folur shpia? Po, ka folur me familjarët. Kur? U bë disa ditë që ka folur. Ti ke qenë në burg me të? Po, në burg më. Por ai pse ishte dënuar? Jo, ai kështu, ajo është kështu dita. Përdorus. I kuotu, flan jashtë, në rrugë, dje e mora e vesha, thash rri këtu, thash me full me familjen, mi ki prapë. Sa keq, nga përdorusi lëndëve narkotike. Po, vetë sa më morë 1, 2, 3 kështu, që po t'jepi, thash edin, me pi, thash hajde rri, thash, vesh u loj, rriti unë, sa morë dishka i ki prapë. Thash hajde për një nonë, ndi po t'jep një nonë, edhi, okej, notën, kanë 3 nonë, kur u që e gjumin kishe pasik. I dashur Granit, e kuptoj që një pjesë e shqiptarëve fatkeqësisht emigracioni i ka marrë për keq dhe kanë përfunduar në situatë rruge. Kush është bërë përdorus i lëndëve narkotike, kush ka arritur në overdose, ka ndruar jetë në rrugët dhe vendet e Europës, kush ka përfunduar në burg, kush ka përfunduar pa para, fle poshtë urës, në stacioni trenit, kam dëgjuar pafund histori dhe kam folur me shumë shqiptarë dhe këto janë fatkeqësira, sinqerisht më vjen keq. Prandaj duhet ta mendosh këtë gjë, që nesër
Mund t'jesh dhe ti një prej tyre që mund të përfundosh poshtë një ure. E ke menduar? Jo. S'ka shante. Shantës. Granit, Te ura? S'ka shante. nëse ti do vazhdosh kështu, ajo gruaja nuk do të mbaj më, se do mërzitet me ju. Jetohet edhe vetëm, ama ke ura s'përfundoj kur, ato s'ka shanta. Nën tu, po, kështu që me dek, po, te ura, jo s'ka shante. Granit, Ato s'moj, s'ka shante atita, në te ura jo, nën tu, me dek, po, në është, si dhjetë tu, vjetë, ndërë me gjapë, ama me kështu me pa buke, si kështu, jo, o përdoru, që rruga vjaja, s'ka shante. po kur del nga burgu dhe ngjiresh pa parat, çfarë do bësh? Deta unë nuk jam tash pa pore, tash kam hyrjen në Kosovë, kanë Jo, nuk po them, unë nuk dua të përfundosh kurrë ashtu. A financiarisht, a kuptoj, apo fol financiarisht. Po pra, por mendo të ardhmen tënde, nëse ti vazhdon këtë lloj rruge, mund të përfundosh nesër ashtu. Mendo këtë gjë të ndryshosh. Mendo më të keqen e mundshme Granit dhe fillo ndryshimi tek vetja jote. Ndryshimin nëse filloi për fëmijët, se për ke ura nuk përfundon. Ato s'ka shanse. A kuptoj? Motivi jot më i madh janë fëmijët. Po, kaq. Të bëj një pyetje Granit. Po. Si e mendon ti të ardhmen tënde? Të ardhmen? Unë si e mendoj, vitin tjetër më ardhe në Kosovë mirë. Ti jetosh në Kosovë? Me fëmijët, po. Dhe bashkëshorten? Po. A është dakord shtetase franceze të jetojnë në Kosovë? Po, ajo në Kosovë, tash në Shqipëni, sot. Ajo kaq shumë të do ty sa të ka pranuar shumë gjëra. Po. Ke 10 vite që je martuar. Po. Dhe pjesën më të madhe e ke bërë burg. Po. Po nuk të vjen keq për nënën e fëmijëve? Vjen keq shumë valloj dita, po çfarë më thon, se di. E respektoj shumë, nuk i ku më rrej kurse ku më të edhe si shuk që shbojnë, unë me femna s'ku punu kurë deta, me këshu që me thonë droga, me myt njerëzi, këshu droga të rënda. A ku të me heroina, me kështu s'ku më bo kurë, edhe me myt njerëzi, s'du nuk maja shu. Ku më bo këshu me droga qefi, ku më shqit njerëzve, këshu të posën e... I kum vjet pos, nuk kum bon besoj i kum bo kujdes mos me damtu që me thon societeti këta, që me thon çdo çebre. E qartë, e kuptoj idenë që ça po më tregon në këtë moment e Granit. Por aman, edhe kjo që bën është e dëmshme, ti e di këtë gjë. E di. Por pse e ke të vështirë të nisësh ndryshimin? Se kum provu kurrë deta jam rrit pa resedis. Por babai ka ndruar jetë sot. Jo, në Kosovë është ai. A ke ti kontakte me babain tënd? Jo. Pse nuk flet me babain? Kam kontakt, kum pos kontakt deri freko deta. Shiti një shtëpinë e parë. Para një 4 vjetesh, ku bëja i nimova, i blejta një hyrje, prapa, kuptan? Babait, po. Po, prapë, shitja të mos këmë forë, bigjazër. Edhe mu e lashe qëtëre. Po babai jeton me nënën? Ja. Po prapë se mu dhem se lash me puga, këta? Sa i me bigjazë me kësho. Prapë, i një nuva e bo një shpijen, prapë, njejtë, thash lene. A këta? Edhe mos këmë forë me ta që një 3 vjetë qështët. Në që se ka shi shpijen e dytë. Ke 3 vite që nuk flet me babain? 4 vjetë, po. Rita e bona me shpijen me krejtë, a kuptan? E ka pos shpijen tonë, po i në rritë, e shiti. Shkova unë, i një muva prapë, dhe? E qartë. Një 30.000 euro kështu, a i prapë dhe këto e shiti, thash lene. Dhe i la në bigjaz? Thash lene, kejtë, e kaqë. Mirë, Granit. Edhe thash që ku fillu mu me, po me ne veç për veti, për fmine me, kaqë, e ditas. Po me nënën, ke kontakte? Po, me nonën, ma shumë flejten, ma umi sot e fëminja kështë, po. Nonën se dhe ka e dushëm. Por sa vite dhe qëndroj pranë? Po, me nonën, unë jam djori nonës. Je i vogli, besoj? I modhi. Je i madhi shtëpis, që du t'ishe shembull për të gjithë. Unë jam pa mumin s'poj me jetu.
Ke një lidhje të Po e veçantë? kam afër, e kam 2 kilometra, kupton? Por nëna sa vite ka që është divorcuar me babain? Kur kena në Francë. Por divorci pse ndodhi? Për shkak se babai luante biços? Jo, po su kujdes ka i kur për neve, Leta. Ai krijoi një tjetër martesë apo nuk u martua kur? Jo. Ai kështu, ai rreti me femra tjera, për neve nuk u kujdes ka. Që ke makinat e shtrejta, kështu, po unë s'kisha as atleta, as ku gjo, kupton? Më neve s'na shef, këshme thonë. Dhe tani po e Edhe për që ato ku pason sot rritën s'ka me jetu kur kështu fukara, kupton? Dhe tani po e kuptoj pse në moshën 10 vjeçarit vendose të vidhje. Edhe për që ato s'zu me jetu një rrugë, ku pason ka me jetu tanë jetën si bas. Edhe kështu jetoj si bas, me thonë barë drejta, kupton? Kur jam liri jetoj mirë. S'mundam, kur jam liri. Ndoshta nga fëmiria jo fort e mirë që ke kaluar dhe ke kujtime të hidhura, ato kujtime ti kishe kthyer në forcë për të ecur përpara dhe për të bërë një djalë, një shembull shumë i mirë për të gjithë dhe të merrje një tjetër rrugë Granit, sesa të merrje atë rrugën e urrëties si një babai që nuk u kujdes kur për fëmijët, i la në varfëri dhe në një farmyrje një hakmarrje për të vjedhur të tjerët dhe për të bërë veti pasur. Kështu e shikoj unë apo kështu po të lexoj unë në këto momente? Nuk e di Leta. Se nuk menoj shumë anita, kupton? Sa fëmijë jeni? Sa motra dhe vëllezër? Une motra dhe vllai vogël. Por besoj që motra dhe vllai tjetër janë një shembull Janë të mirë ata. Ata shembull janë. Ata janë shembull të mirë. Po pse nuk u ngjave pak atyre? Po tash, s'është edhe interesante ditë atë tret më kon të mira, kupton? Po ku ka si një nën që ti ketë 3 fëmijët e mirë, ti ketë shembull. S'ka dhe shumë kuptim, pa ndaj problem, pa ndaj polis, pa orë të shtëpia, pa ndru, me ndru ambientin pa ka kupton, se si rrihet moment. Granit. Granit, ti tregohesh shumë i sinqert dhe flet shumë hapur me mua, por sinqerisht më vjen keq kur i dëgjoj këto fjalë nga ty, sepse do doja Granitin një djalë, një baba, le ta quajmë që ka dal nga burgu dhe ka kuptuar shumë gjëra. Mendoja që një njeri që del nga burgu reflekton dhe i ka kuptuar gabimet e veta. Por ti s'pas ke kuptuar asnjë gabim. Jo, unë kum kuptuar Leta, po e ti unë çuat di. Pse nuk reflekton? Tash ashove, edhe gardianëve thoshin çka kime bë. Edhe kështu se mu një qitë gardian këto burgje, se kom rrë një zoterë mu, edhe del. Po pse nuk reflekton Granit? Se di jo, Leta, muj me më thonë përgjigje për momentin, Leta është e kutë me full, valoj, më thonë bashkë drejt. Edhe për momentin... Mirë, unë uroj që ti ke dal tani nga burgu dhe normalisht akoma nuk je ambientuar. Unë uroj që ti të ambientohesh, të marrësh ndihmën e dur, mos ke turp të kërkosh ndihmë te një psikolog, fillo të ndryshosh dhe ma beso që do bësh një jetë të qetë dhe të lumtur dhe do thuash ku kam qenë. Ke nevojë për ndihmë Granit dhe mos ki turp të kërkosh ndihmë. Kërkoje ndihmën tek nëna, tek motra, tek vllai, tek nusja, tek psikologu, kërkoje kudo ndihmën. Inshallah, rimën zoti. Dhe ta uroj me zemër që të ndryshosh dhe të reflektosh. Dhe dua të të bëj një pyetje. 2 tatuazhet që ke në krah janë emrat e fëmijëve? Trim ja ke vendosur djalit të madh apo të vogël? Po, të madhit, e Lorik. Edhe sa emër i bukur Trim. Dhe Lorik djali i vogël. Po. Të 2 emra shqiptar ja ke zgjedhur. Po, shqiptare. Që qysh? Nuk e lënë se të vendoste një emër ajo. Jo, dite, para i kena pas bon para kohës. Ata fëmijën vetë se i kumlon me zgjedhë kështu shembull apo a mu bo shembull krishtera musliman, ata e zgjedhin vetë, a din? Po e qartë, për sa i përket fesë. Po se unë s'jam shumë kështu me feje, din, s'kam probleme. Mirë, nuk do të mbaj gjatë Granit se edhe... S'kam kohë dita, pa probleme dita, shumë bo qifi... Edhe për mua kënaqësi që fola dhe uroj që në të gjithë bisedë disa fjalë ti mi dëgjosh. Kam e provuar dita, besën e ki. Provoje, nuk të gjen asgjë e keqe. Kam e provu. Inshallah. Dhe të uroj jetë, shëndet dhe të uroj jashtë gjithë jetën ti jesh jashtë hekurave. Të uroj gjitha të mirat edhe je mrekullueshme që emisionin e ban.
Mirë, Granit, të përshëndes. Mirupafshi. E në fakt ishte një histori paksa e çuditshme. Mendoja që Graniti pasi të kishte dalë nga burgu do reflektonte për të gjitha gabimet që kishte bërë, por jeta që ai tregoi, fëmijëria që kishte kaluar, kuptoi qartë pse kishte përfunduar në atë rrugë, por uroi që ai të marrë ndihmën e dur, të largohet nga ajo rrugë e keqe, është bërë baba, të jetë i lumtur pranë fëmijëve dhe bashkëshortes së tij dhe uroj më të mira 36 vjeçarit, sepse mbi të gjitha u tregua i sinqert në të gjithë intervistën që ishte këtu në live me mua. Mirë, nuk dua të bëj komente se nuk jam psikologe, padyshim që do doja që ditën e sotme në këtë live të kisha një psikologe dhe të flisnim për historinë e Granitit. Besoj që një psikologe do të jepte këshillat e duhura Granitit, dhe pse unë u përpoqja të jepja disa këshilla, por nuk e kam atë rol dhe nuk e bëj dot, jam thjesht vetëm një gazetare. Mirë, me historinë e 36 vjeçarit Granitit nga Kosova ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse do ju keni një histori për denoncuar, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, keni një eksperiencë të bukur për të ndarë, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori njerëzore, histori shqiptare. Faleminderit, deri takohemi nesër.